në gëzon fakti që të gjithë kanë ardhur shnosh e mirë. Shfrytëzojmë rastin që ne të shprehim lutjet, duat tona që inshallah Allahu fuqiplot të pranoj haxhin dhe të gjitha ibadetet dhe lutjet që i kanë bërë atje. Normalisht haxhi ka obligime të rëndësishme, ndoshta ndonjëherë edhe me sfida të ndryshme, por falë Zotit edhe ekipit organizativ profesional, qoftë atyre mjekësor edhe teologjik, gjithçka ka rrjedh mirë dhe ka përfunduar me suksesin më të madh. Ne si Muftinia e Tetovës, me keqardhje duhet ta shprehim që kishim një rast që një Haxhi Adnani na ndroi jetë në Mekë, posa e përfundoi të gjitha obligimet e haxhit, të gjitha farzet e haxhit, dhe ishte caktimi i Zotit Xheleshanu, krahas asaj që intervenimet mjekësore ishin aty pranë, por ishte caktimi i Zotit që ndroi jetë. Unë shfrytëzoj rastin që ta lut Allahun fuqiplot që të ndjerin ta shpërbleje me xhennet dhe familjes t'i dhuroje sabër edhe durim edhe matuqje. Shikuar nga këndvështrimi i të ndjerit, ai ju dha caktimi i Zotit ishte i tillë që pas i përfundoi të gjitha obligimet e haxhit në një atmosferë lutje dhe duaje dhe përmendje të Zotit. Nuk i kishte kaluar as 24 orë që i kishte nxjerr ihramet, pra sapo e përfundoi haxhin edhe amanetin. Inshallah Allahu fuqiplot e gradon me xhenet. Kështu që sot në këto momente kur të gjithë haxhilerët arritën dhe i pritëm këtu në Maqedoni, ishte një emocion edhe pak një breng që një haxhi nuk ishte në numrin e haxhilerëve të cilët i përcolla.